Edhe pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i ngriti padi për gjykatësin Gjoko Ristov, edhe pasi prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i ngriti padi për gjykatësin Gjoko Ristov, nuk ka arritur të vërtetojë preardhjen e 350.000 eurove, të cilat u gjetën në shtëpinë e prindërve të tij. Mirëpo sigurojnë që paratë gjetura në murin e betonuar janë të tijat, duke kundërshtuar tezën e prindërve të gjykatësit që ato para ishin fituar nga bujqësia apo kursimet që kishin bërë. Prokuroria e Lëndës Iskra Haxhi Vasileva dhe kryetari i prokurorisë për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit Islam Abazi në brifingun me gazetar thanë se ata nuk mund të vërtetojnë se gjykatësi ka marrë mito nga lëndët që ai ka punuar. Gjatë hetimit, siguruan prova të pakundërshtueshme se pikërisht i akuzuari Gjoko Ristov është ai që i ka fshehur parat, të cilat janë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Këtë e vërtetuan përmes ekspertizës nga gjurmët biologjike. Denoncimin për mito në rastin e të akuzuarit Lupço Pesov djalli, në rastin Zinxhiri e kishte bërë vetë ai dhe motra e tij, ndërsa të njëjtën e ka pranuar edhe avokati Fehmi Stafa, për çka edhe u dënua me 15 muaj burg. Ky rast, thot prokuroria, duhet të motivojë të gjithë qytetarët që të denoncojnë korrupsionin. Për funksionarët dhe bartësit e funksioneve publike, kjo do të thotë që të punojnë sipas ligjit, sepse ne për këtë jemi zgjedh dhe për këtë marrim paga. Për të gjithë qytetarët që disa herë përmes këtyre lëndëve që prekin praktika korruptive, do të thotë të inkurajohen ta denoncojnë këtë lloj krimi, që është i vështirë për të siguruar prova. Megjithatë, mendoj se të gjithë duhet të kontribojmë që të jetojmë në një shoqëri më të mirë. Pas dënimit të Stafës, ai kishte pranuar se kishte marrë mito për të ndikuar tek gjykatësi i apelit për të zëvendësuar masën e paraburgimit me mas arresti shtëpiak Lupço Pesovit, i cili ishte në arrati.